Disa herë pjesën zonë, por jo për të sfiduar me pyetjet pikante të emisionet. Dani vjen këtë herë për ta njohur një anë tjetër të tij. Faleminderit që nuk mundu të marrën edhe ju, por ju edhe këtu. Edhe po të përgëzoj për emisionin e këtij shumë të mirë. Qa është kam puna mbarë. Janari njerë, pas këtë aty në festave të fund vitit, tash njerës të pushojmë edhe na. Po kryojmë ka pak, po jo shumë shpesh, edhe po mendojmë, po ndonjë kohë, inshallah kom fate ja qëllojnë me tekst, nësë është tekst i mirë atëherë, kesa ndë tjera shkojnë barë. Ta shpetim krejt bashkëpunimit po janë shumë atë sukseshme se nëse kryon vetë diçka. Do më thonë çdo herë është më e mirë një bashkëpunim me koni qëllum me ato të cilën e banë. Mandej e thash ka shumë faktor, nuk prish punë me kone dhe vetë me bo diçka mirë, po në vesh edhe në sy njerëzve shumë andryshe po i bjen kur është bashkëpunimi. Formula jeme është, unë si këngëtar, e di që është shumë e rëndësishme, nëse një këngëtar mendon në sazat gata, me knu apo me kongën, me konë shumë i vëmendshëm edhe shumë i mërshëm, me pas shumë konsiderat nga aty që i për para publikun, që i për krahjen edhe kanë durimet në ndiku. Asnjë. Se komendu, unë e kongën e kom profesion, e i kongës jetëraj, edhe jam falenderu çdo herë, jam besimtar i madh, besoj në Zot shumë, edhe çdo herë që e kishe from falenderimet i takojnë të madhit Allah. Vetëm për ti falje dhe mëshirë kërkoj, edhe publik. Zoti i madh më ka jep një dhunti, edhe jam shumë mirënjohës, mandej më ka jep për publikun cilët më përkrajnë dhe ndigojnë. Do thonë, falenderona Zotit, fillimisht, i falenderona publikut, me mendu me leon kur asnjëherë. E ko marrë shumë normale, shumë vështirë, po shumë normale për shkak se kjo është o proces që s'mundet me ndryshu kurkush. Do thonë, i madhi Zot na ka kriju, ai na merr kur don. E dhimbshme shumë fëmijët më kanë betë pa nonë, unë e pa grupo, i madhi Allah e ka shkruar edhe mendoj krejt njerëz që janë besimtarë, që besojnë në Zot, e di që shumë ma letë e pranojnë kur t'ju vdes dikush. Unë e për natyrisht jam shumë i qetë kështu, nuk bona nervoz, nuk jam sikletgjik kështu me eksploduja. Këtë punë t'i marrë rafsh, edhe e kom pas fatin, edhe fëmijët njëjtë më falen, edhe ata e kanë pranu shumë normale, do më thonë, jemi le, kena me det, që më kanë ndihmu mu shumë, edhe jëm konë shumë i vëmendshëm, jëm konë shumë i kujdesshëm, i edhe thë sa konë e vështirë mos nuk përshkruhet, po e kom t'i kalu, për fakt më kanë ndihmu edhe fëmijët. Më thonë, as një sekundë nuk i kanë pas kërkesat çka unë s'kisha mujt me jau plotësu, edhe nëse ju besohet, as një sekundë se kam përmend nonën e vetë. Radhë ndonjëherë, po jo si do fëmijë për shembull, këtë kohë ty kajt e tu mërzit e ja. E kanë pranu normal, edhe është pitë madhë të Zot edhe nuk ka tjetër. Nëse ju gazetarët, ju e keni
kjo është puna juaj, mirë po doni më marrë me diçka, me shkru diçka. Po më kanë thirrë, më kanë vetë mu, qa po me ndonë të më thonë, ke shkuptoni ju, po përgjegja jane. A i ki kry punë tuja ti që më marrë me ata qka le, por zoti, ato i din punë të veta, qëri ti punë tuja. Unë kom raportet mira me krejt, e fati jem pëse kom raportet mira. Unë i kom 61 vjet i kom kalu, edhe pak e shkuptim, po ke këngëtarëve mashkuj, jam ma i djeti që kom karierë edhe eksperiencë ma tepër se krejt këngëtarë. Edhe faleminderit krejt këngëtarë, a jënë 2 vjeta, 3 vjeta, 5 vjeta, 10, 15, 20, 30, krejt më respektojnë, po pse më respektojnë, që unë i respektoj i pari. Asë njëre kur e për jetë, asë nuk martona kur. Kjo është vendim. Unë ka vdek gruja me 23 shkurt, që ta shbohen 11 vjetë, me 23 shkurt martesa e me ka marrë. Jenë shumë keq mirë, po që ty për të përgjegjë. Unë jam këngëtar që 48 vjetë. Mendoj që është po shumë e gatë. Edhe paret nuk janë, më thonë, keret që i kom ble une. Këto e me paret populli, nuk janë paret e mija. Nëse populli nuk më kishë ndigu, nëse populli nuk më pagun, une, qysh në ardhejt e paret? Jo une, po krejt këngëtar. Edhe mendoj, deri sa jam mirë njës të populli, të publiku, cilë të ndigojnë, edhe cilë më kanë përka, edhe cilë ata më ka një pare, mendoj që e meritoj bas krejt kësaj karriere. Unë kjeri nuk e kam luks, kjeri e kam për punë. Nëse ja kom blet djalit një kjerë, ka njës që kanë pare ma shumë se une, edhe ka njës që ju blejnë tjende edhe kjere ma të mira se djali jam, po do shta pëse jam këngëtar edhe shta po di unë, njës djasin pak më ndryshe. E vërtet edhe qike që kom drejt kjerë, po mendoj që kom drejt një dhe djalit edhe qikës, edhe vetit, se e thash, jo me modesti, po kjo është reale, nuk janë parët e mija. Unë është të vërtet e kom bo punën, po njës më kanë pagu faleminderit. E thash, to sende që i kom prej publikut i po.